Policia duke ndarë lojtarët, duke ndërhyrë pas një ndeshje Real Madrid-Barcelona, është një imazh që do të mbesë në histori. Gjithçka ishte e nxehur sepse minutat e fundit të ndeshjes u kaluan me të dy stolat duke shkëmbyer lloj-lloj fjalësh, por sapo ndeshja mbaroi shpërtheu tensioni. Carvajal, ndërsa Lamine Yamal i zgjati dorën, e qortoi për fjalët e tij para ndeshjes. Lamine Yamal kujtojmë se kishte thënë: "Reali gjithmonë vjedh dhe gjithmonë ankohet." Kapiteni madrilen bëri gjestin e tij i jep shumë gojës dhe gjithçka shpërtheu aty. Lojtarët filluan të grindeshin në fushë, shtytje, fyerje. Oficerët e policisë u detyruan të nxitonin në fushë për t'i ndarë. Midis tyre Courtois shkoi menjëherë të qortonte Lamine Yamal edhe për sjelljen e tij, ndërkohë Vinicius u përgjigj duke i ftuar të gjithë të vazhdonin bisedën në tunelin e dhomës së zhveshjes. Braziliani ishte i tërbuar edhe për shkak të zëvendësimit. Pasi gjyqtari i fryu bilbilit, ai qëndroi në vijën anësore duke pirë ujë dhe filloi të dëgjonte diçka që i thuhej nga stoli i Barçës. Gjyqtari i katërt, i cili gjithashtu e dëgjoi frazën, i tha: "Vini, mos reago." Por nuk funksionoi, sepse Vinicius reagoi. Lamine Yamal dhe Rafinha e thirrën të shkonte në dhomat e zhveshjes dhe ai donte të vraponte për atje. Disa anëtarë të stafit të Realit e disa bashkëlojtarë si Arda Güler u përpoqën ta ndalonin. "Le të shkojmë në dhomën e zhveshjes", i tha Lamine Yamal portierit Courtois ndërsa ecte drejt tunelit. Kishte shumë tension. Pak nga pak, gjithçka u qetësua, por pamja e shëmtuar do të mbesë. Policia që ndërhyn për të ndarë disa nga futbollistët më të mirë dhe më të famshëm të botës.